Dy arsye kryesore pse po rrjedhmatoset Europa. Në radhë parë, se ka kuptuar që në këtë moment, nëse nuk je fuqi e rëndësishme ushtarake, nuk je në lojë, dhe duke qenë se nuk është fuqi ushtarake, dhe ka ardhur ajo shpërfillje që erdhi nga Shtetet Bashkuara dhe nga Rusia. Dhe arsye e dytë, mendoj që Europa po rrjedhmatoset sepse jo pse Rusia mund të sulmojë Gjermaninë apo Francën apo në një vështet tjetër, kjo nuk ka përndodhur më, por sepse Europa i friksohet një paqe të keqe në Ukrainë. Një paqe e keqe në Ukrainë mund të rihapte luftën në Ukrainë pas disa vitesh dhe mund të vendoste në rrezik pikërisht vendet balltike, të cilat janë të rrezikuara, nuk duhet të thënë që s'janë të rrezikuara në këtë rast. Pra ky është thuaç meraku i Evropës në këtë rast. Pra në momentin nuk e dakord me Goxhen. Goxha thotë që nuk ka asnjë rrezik. Unë mendoj që rreziku ndaj vendeve balltike është, sepse ekziston rreziku për vendet balltike, Goxhen? Për të bërë. Në rast se vendet balltike provokojnë po. Në rast se vendet balltike vazhdojnë të jetë një gjë që bëri Ukraina ndaj popullsisë ruse në Ukrainë, automatikisht që mos vendet balltike sot janë duke bërë të njëjtën gjë që bëri Ukraina para luftës. Nuk është istisur. Po mirë, domethënë provokojnë vendet balltike dhe ne i çojmë ushtrinë dhe i pushtojmë ato. Dhe pastaj themi që kjo është dhe të cënon popullsinë venda që është popullsi ruse, pra 25%. Po cila situatë, po s'ka të stisur pa vendimet e parlamentit do janë të stisura. Janë duke bërë ruse do shkojnë hequr të drejtën e gjuhës ruse shtetasve rusë në vendet balltike. Ka bërë këtë gjë. Një sekondë, pyetja ime është kjo, Goxhaj. Ushtria ruse do shkojë me funksione policie apo me funksione ushtrie? Pra do shkojë për të vendosur rendin dhe demokracinë në ato vende, pra ne mendojmë që mund të eksportoj demokraci Moska në këto vende balltike? Për të mbrojtur Rusën në ato vende. Ai sapo eksporton në Evropë demokraci sot në këtë fashizmin. Ka një arsye. Amerika. Evropa. Testohet nëse NATO funksionon apo jo. Pra ky është testi që mund të bëjë Rusia në vendet balltike në rastë. Prandaj kam përshtypjen që Macroni ishte aq dramatik, sepse ideja që të bindesh një Francë që është 2500 kilometra larg nga vendet balltike, që pas disa vitesh mund të lindi ideja që ne mund të çojmë ushtarët tanë të luftojnë në vendet balltike ose në vendet në Ukrainë. A e pranon popullsia franceze diçka të tillë apo jo? Po ajo do të ndodhte në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin nga NATO. Për sa kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në NATO, nuk ndodh ajo gjë nga Rusia. Po përgatitet për një skenar B që është në ardhje ose mund të jetë në hipotezë në ardhje. Po shkojnë me idenë në një NATO e paralele, me idenë që ai që është në Washington mund të mos hyjë në lojë, si thua, në rast se ndodh rreziku.